Të nderuar dashamirë të librit, respektues të panajirit të librit, sonte në zemër të qytetit tonë, në këtë shesh që mban emrin e lidhjes, hapim edicionin e 17 të panajirit të librit. Panajiri i librit u sjell prizrenasve dhe vizitorëve shtëpi boturëse jo vetëm nga Kosova, por edhe nga vendet e rajonit, duke ofruar literaturë nga element të ndryshëm. Krahas kësaj, panajiri shuhet për begatin e programit letrar gjatë secilës mbrëmje. Studiuesit dhe shkrimtarët e ftuar nga e gjithë Kosova do t'jenë në dispozicion të auditorit për të bashkëbiseduar e për të trajtuar tematika me interes. Prej sonte e tutje, për 5 net rresht, do të kemi nga 2 promovime. Andaj, ritheksoj ftesën e hapur për të gjithë qytetarët që të vizitojnë panajirin e librit dhe të nderojnë autorët mysafir gjatë takimeve letrare, të cilat do t'i drejtojmë unë Ditar Kavashi dhe Osman Goranci. I gjithë ky organizim realizohet në hapësirë publike për interes të publikut, në vendin ku ka frekuentim. Libri nuk duhet të mbyllur vetëm brenda institucioneve arsimore apo në biblioteka, por duhet të jetë sa më pranë qytetarit, në rrugë, në shesh, atje ku ka gjallëri njerëzore. Për dallim prej viteve të deri tashme, mbrëmjet letrare të edicionit të sivjetme nuk do të mbahen në Kej, por këtu pranë bibliotekës së qytetit, për arsye se në atë zonë realizohen aktivitete të tjera kulturore. Panajiri i librit, i organizuar tradicionalisht nga organizatave qeveritare e Institutit për Kulturë dhe Kërkime Sociale, sivjet është përkrahur nga Ministria e Kulturës dhe nga Komuna e Prizrenit. Andaj, në emër të organizatorit, i falenderoj 2 institucionet për gatishmërinë e treguar për të mbajtur gjallë këtë ngjarje të drejtë të kulturës. Atëherë nuk do të humbim kohë dhe do të fillojmë me takimin e parë letrar për këtë edicion, ku kemi nderin ta kemi mysafir në mesin tonë profesor doktor Bajram Kosumi. Me të vërtet, koha fluturon. Në fund korrikun e vitit të shkuar, takimet letrare i patën nisur me shkrimtarin Adil Ulluri, ndërsa pas 5 netësh, përmbylljen e patën bërë me shkrimtarin Donik Dabishevci. Mua nuk më duket sikur ka kaluar një vit i plot, por ja, ta quajmë bereqeti i panajirit, sa kaq na paraqitet me gjithë sharmin e vet. Panajirin e sivjetme po e hapim zyrtarisht me bashkëbisedimin me një personalitet veçantë, me një kontribues të shumë sferave të jetës publike në Kosovë, zotri Bajram Kosumi, i cili ndonse është i njohur nga gjithë për kortezi, do të shpalos disa sekuenca nga biografia e vet e bujshme. I lindur më 1960 në Tuqez të Dardanës, Kamenicës, ka studiuar për letërsi në Universitetin e Prishtinës. Ka diplomuar pas ndërprerjes së studimeve për shkak të burgut dhe luftës. Ka përfunduar magjistraturën dhe doktoratën në fushën e letërsisë. Si veprimtar politik, Bajram Kosumi nis aktivitetin që në rini. Merr pjesë në demonstratat e vitit 1981 dhe dënohet me 15 vjet heqëlirie. Duke qenë në burg, nis të artikuloj ide politike e kulturore. Pas lirimit, Kosumi përfshihet në politikën shumë partijake dhe luan rol të rëndësishëm. Ka qenë kryetar partie, ministër, kryeministër dhe antar i ekipit të unitetit.
Ka nënshkruar Deklaratën e Pavarësisë në 2008. Ka marrë pjesë në forumin ndërkombëtare të paqes dhe të bashkëpunimit rajonal. Krahas këtij angazhimi, merret me publicistik, ku trajton çështje politike dhe mendimin kritik. Ka shkruar poezi dhe ka qenë pjesë e antologjive. Ka botuar studime për letërsinë shqipe, posaçërisht për fishtë. Ka kontribuar me monografi dhe libra universitar për letërsinë dhe gazetarinë. Merr pjesë rregullisht në konferenca shkencore. Që nga viti 2008 ligjeron në Universitetin e Prishtinës dhe në institucione të tjera. Ka mbajtur pozita akademike dhe udhëheqëse, përfshirë rektori i Universitetit të Xhilanit. Disa nga librat e publikuar të zotit Kosumi janë Enciklopedia Imagjinare, për cilën do të flasim sonte, Revolucioni 1989, gjithashtu, Letërsia nga burgu, Fishta dhe tradita letrare shqiptare, Tipologji dhe zhanret e gazetarisë, Koncept për mendimin e ri politik, Fjalori barbarëve, Koncept për subpolitikën e të tjerë, ndërsa në bashkëautorësi ka veprat Letra nga burgu, Libri i lirisë, Ngjarjet në Kosovë nuk janë kundër revolucion e kështu me radhë. Zoti Kosumi, mirë se erdhët në Prizren dhe në panairin e librit. Mirë se ju gjeta këtar, mirë se ju gjeta të gjithë, ju falenderoj që keni ardhur këtu. Edhe ndërmjet të falenderoj pari publikun, juve që jeni këtu dhe të shpreh edhe mirënjohjen edhe kënaqësinë time që po e bëni në një vend të hapur publik fresk në qytet. Një përjashtim zakonisht që bëhen këto takime të mbyllura, po më pëlqen që është një hyrje e hapur. Unë kisha falenderuar edhe nismetarin edhe organizatorin kryesor të takimit, ditarin dhe institutin e tij për volumtime kulturore dhe sociale, dhe kisha shpreh po ashtu miradashin time për punën që është të bëhet ditari tash e sa vjet. Besoj shumica për juve keni marrë pjesë në organizime, e dini sa e vështirë është në organizim panaire të librave, edhe kur s'ka përkrahje të mjaftueshme financiare për institucione, është një punë shumë e vështirë, po ju në Prizren e keni marrë, unë e vizitova panairen tash të shkurt, dhe mendoj se janë këto panairet e librit, takimet me shkrimtar, dokumentesti, dhe aktivitetet tjera kulturore që e bëjnë një qytet, jo objekte nuk e bëjnë qytet. Por janë pjesa kulturore që një vend e bën qytet, e bën metropol, edhe jenë të lumtur që Prizreni është i tillë, ka qenë i tillë, nuk është. Unë i lexoj përshkrueste muy para 150 vjetë, 60 vjetë, kur e përshkruajnë Prizrenin, sa ju bën përshtypje Prizreni, aq sa Edi Turhan thot është më i mirë se Selaniku. Selaniku ka qenë një prej metropoleve më të bujshme evropiane të shekullit XIX. Para e thot Prizreni është më i bukur se Selaniku. Kështu që jam mirë që jam mesin e Ju apajtoheni me Edi Turhanin, profesor. Prizreni mua më ka pëlqyer personalisht gjithmonë, ju kam shumë miq në Prizren, disa prej tyre janë këtu, ka Prizren dhe shokët e tij kam që 30 vjet miq, dhe unë vi që 33-40 vjet bin Prizren. Edhe përveç kësaj, mendoj se Prizreni e ka hijen e ani pse praktikisht s'është, por e ka hijen e kryeqytetit shqiptar. Faleminderit. Sonte do të flasim vetëm për 2 libra të profesorit, për shkak të kohës, 2 librat e fundit të tij. Së pari për veprën Enciklopedia Imagjinare, i cili është një libër i pazakontë në formë dhe në lexim. Këtë konstatim nuk e kam buazuar, ndonëse janë shkruar recenzione shumë cilësore nga studius, të cilët i lexova gjatë kësaj periudhe kur u përgatita për këtë mbrëmje, po
është një përfundim i imi personal, duke e pa librin. Në të ka filozofi, sociologji, kulturologji dhe gjithsesi letërsi. Ka kombinime interesante për të mbajtur të freskët vëmendjen e lexuesit. Ne sonte do të mundohemi të bashkëbisedojmë për të ofruar një pasqyrë të përgjithshme për librin, teksa për hollësi të shumta duhet lexuar librin ngadalë e përsëri. Profesor Agim Vinca, me një vlerësim që i vën librit, të cilin e cilëson metafore madhe e kujtesës njerëzore, shprehet, po citoj, ka lexosh enciklopedinë e kosumit, është si të hysh në një pyll të dendur, ku në çdo hap shfaqen peizazhe mahnitëse, por edhe skena të frikshme. Atëherë, profesor, cila ka qenë gjendja juaj emocionale dhe morale kur ju erdhi frymëzimi për të nisur një vepër të tillë dhe si u zhvillua kjo vepër deri në këtë stad? Gjithashtu, kur keni vendosur t'ja vini pikën këtij? Shumë autorë thojnë momenti më i vështirë në krijimin e një libri kur ja vën pikën, kur thu përfundon. Sepse autori kurs e ka shumë vështirë me gjë i ditë të thonë sot ja vura pikën dhe shkojnë publik. Është sikurse kur e lind fëmijë. Por kur e lind fëmijë, nana nuk u bëhet pesoj, është natyrës. Por librin kur e vendos ti pikën dhe e shon publik është sikurse kur e fillon një epokë të re dhe është pika më e vështirë. Kur ka nisë, për shkak të audiencës unë do të them shkurt, kur ka nisë, çu ka nisë dhe pse ka nisë, idenë fillestare për enciklopedinë e kam krijuar në vetmin e burgut të Nishit, që Muhamet Rugova është këtu, profesori, edhe ky ka qenë këtu, në vetmin e burgut të Nishit. Sa për ide me pas vetmina në burg, qelia, por edhe që vetë me muan të tërë, janë hajta marrë shembull, frazeologjinë shqipe, ara midis dy gurë. Në Shqip polësit e din çka kuptimi i saj. Me fut arën midis gurëve është me thy, me shkërmush, me shkatru. E mund të thëshin e time, Bajramis, ti je si ara e na jem gurt. Nalt gurin, poshtë gurin, ti je ara. Po në fakt të dëshmue, kjo teori e gabuar. Ara tash midis gurëve është një fjali. Arë midis gurëve, po që e paraplot krit filozofinë e dhunës që ushtrohen Jugosllavi kundër shqiptare. S'kisha nevojë me shkruar më tepër unë. Mjaftonte me majt mend fjalën ara midis dy gurëve. Kjo është fillimi, kjo është starti. Tash ti them edhe pak fjalë për komplet enciklopedinë. Natyrisht, unë e kam studiu fishte, e kam studiu prej kur kam qenë student. Disa pjesë të fishtës janë përmend nga kapuzën tonë dhe të mikut tim, Merxhan Avdyli, që e kam pasur në Vlorë, i cili prej lahutës të Malqisë i shkroi me makinë të shkrimit. Ato e në përdur si korpus delikti kundër neve. Fishtën e kam studiuar gjatë të jetës. Dhe lahuta e Malqisë e fishtës për bindjen time është libri i cili e thot më mirë se çdo libër tjetër shqip filozofinë e shqiptarit. As nuk po thon të mirë as të keq. Filozofinë ashtu siç është. Ndoshta duke qenë gjysmë romantik, fishta e smalla e bën një botë madhështore të shqiptare. Shqiptari vërtet nuk është ç'është është lahuta e Malqisë. Shqiptari vërtet është që janë prototipet e personazheve më të këqij. Por fishta e krijon një shqiptar, cili mund me marrë pi model me u kriju si. Fishta e ka bërë këtë botën shqiptare e ka prezantuar të lahuta. Unë do isha tash. Jo një botë madhështore të fishtës, po psikologjinë e shqiptarit. Psikologjinë e shqiptarit me e përtekuar në një vetë. Dhe
besoj kjo është enciklopedia imagjinare. Të gjitha, jo veç shqiptarit, por dhe ballkanasë, psikologjia greke, sërbit, dhe mendoj që ja kam arrit proceset më të rëndësishme që ndikojnë në psikologjinë e popujve të Ballkanit me prezantute enciklopedia imagjinare. Kam parë për herë të parë botimin e këtij libri në internet, më zgju kërshëria për vetë titullin. Edhe titulli si brendia i pazakont, sepse fjala enciklopedi është një term teknik, shkencor, ndërsa fjala imagjinare paraqet një term artistik. Si u gjet piktakimin në titull i këtyre dy termave, profesor? Takimi i letërsisë me shkencën nuk është çështje e pahulumtuar. Shumë shkrimtarë kanë provu me bë. Edhe shqiptarë ma pak, por shumë shkrimtarë të huaj e kanë ndërtuar shkencën në letërsi. Për shembull Borghesi, të gjitha tregimet e Borghesit janë gjysmë shkencë, gjysmë letërsi. Dhe unë adhuroj Borghesin më shumë ashta se çdo krijues tjetër botror. Arsyeja pse unë e kam provu këtë është me kalu pak kufirin e letërsisë. Letërsia ka mri disa herë kulmin. Në Greqinë antike letërsia ka pas një kulm, në romantizëm letërsia ka pas një kulm. Edhe në shekullin 20 letërsia e ka mri. Shumë kam provu me ndryshu pak, me i thy kufit e letërsisë dhe me provu që këtë që e lexon si letërsi, letërsia është imagjinare. Por këtë që e lexon ti, nuk është thjesht imagjinat qysh ti po don me krijuar jetën në veprën tënde. Nuk është autori krejtësisht si Zoti që i krijon njerëzit sipas i ka kriju njerëzit sipas vullnetit vet. Autori të thotë është një farë kombinuesi i asaj që është në të vërtetë që ekziston, që është historia dhe mënyra qysh do duhet ose qysh mund të sillë njerëz në procesin historik. Te unë për shembull është e natyrshme që sfundi i një pjese të enciklopedisë me qenë i vërtetë, me qenë i saktë, por thelbi me qenë imagjinar. Për shembull është një zë pagash e shqiptarit, ku flas për psikologjinë e shqiptarit që ka luftuar për parë. Vini mitin që e kemi kriju për vetën 400 kremlitje e kemi bërë kundër turqëve për 500 vjet, është thjesht mit. Shumica atyre kremlitjeve kemi bërë për parë. E kam trajtu këtë temë dhe e quaj paga shqiptare, por faktet që i përmend janë të vërtetë. Ismail Bey Lora, një prej stëgjyshve usherit Ismail Qenojlit, jo Ismail Qenojlit, i paranës i tij, janë fakte historike që ka veprue ashtu që është përshkroi. Edhe kjo është kjo ndërhyrja e ngjarjeve të vërteta, e ngjarjeve historike, e personazheve historike dhe veprimet dhe shënimi pse ata kanë vepruar kështu. Pse shqiptari pra ka vrapur shumë mas grave, pse ka vrapur shumë mas titujve, pse ke pas qef me na thirr pasha, bej, ag, general, kapetan, ose për shembull historia e quj është një zë jehoniste, performative. Shikoni këngët historike shqiptare. Thelbi i këngëve i herojve tanë është le ta marrë vesh këj bota. Le ta marrë vesh 7 krajlitë. Le të ndëgjoj sultani. Ato shqiptarët luftojnë me marrë vesh krajlitë e mbretnitë. Po çka po lidhë me marrë vesh? Ti lufton me bë shtetin tënd, lufton me bë lirin tënd. Kur ta bësh lirin, kur ta bësh shtetin e fort, e merr vesh këj bota. E jo në hapin e parti, unë po e bëj luftën, Tymur Spiro Belkameni në Stamboll të vajti nami. Që ka lidhë pse ka vajti nami në Stamboll? Pas ka një sultani, edhe pra një pashën nga një sultani, për ja ka hekryt. A
Ashe do të këto janë këto fakte historike, po unë i kam përdor faktet historike për me nxjerr psikologjinë e shqiptarit. Pse shqiptari ka vepruar kështu? I përmendet faktet, personazhet, një pjesë e cilave janë personazhet vërteta, disa janë edhe imagjinare. Kjo ndërthurje, ky kombinim, a ishte një përzgjedhje e planifikuar e juaja apo shpesh dhe mori trajt gjatë shkrimit brenda viteve? Tash me fol për enciklopedinë, që është kriju është pak një histori e veçantë, sepse një është një tekst voluminaz, 2, unë e kam kriju këto për parafërsisht për një 30 vjet kanë shkuar. Është nisë në Burgun e Nishit dhe ka përfunduar hera e parë që e kam përfunduar si libër është në 2018. E kam botuar në 2023. Tashti për një 30 vjet njëri ndryshon. Unë kam lëviz, kam ndryshuar, do thotë ndoshta ato që i kam shkruar në fillim, kur i kam pa ma vonë, jam habit me veten. Sigurisht kam ndërhyr, por do thotë nuk ka një disponim, nuk ka një emocion prej fillimit në fund, ka shumë disponime, shumë emocione. Ajo që jam mundu në fund me bashkë një stil, me qenë një stil, unë e kam kriju një stil që është gjys shkenc, gjys gastari, gjys letërsi, po në fakt e tëra është thjesht letërsi, po përmyshe tematika, personazhet, historike ose imagjinare, nuk ka mujt të gjithë të planifikoj. Gjatë shkrimit, gjatë njohjes të reja, që njeriu nje ma shumë, e nje historinë vetë ma shumë, unë kam futur personazhe për cilat për shembull në fillim se kam pas ide. Po në fakt libri nëse nuk e ka një personazh ad hominem, prandaj edhe nuk është roman, por quhet post-roman. I ka ishullorët si personazhe, si prototipi personazhet, nëse mund të themi, të cilët në vërtet nuk jetojnë në një ishull gjeografik. Apo ata kanë disa tipare ishullorët. Si libër me stil veçantë, formalisht enciklopedik, nuk është e thënë të lexohet nga faqja e parë e tutje. Mund të hapet kudo dhe të lexohet një zë i caktuar. Unë ashtu kam vepruar. Bile, ju profesor në prolog sugjeroni disa teknika të leximit të kësaj vepre. Unë zgjodha personalisht t'ja lë në dorë fatit edhe të lexoj atë që më del përpara. I hapa disa faqe, për shkak të kufizimit kohor të këtij programi, se do të flasim pak edhe për veprën tjetër, unë i kam veçuar 3 zëra që do të doja të diskutoni me profesorin, nëse mundem të telegrafikisht. Për shembull, në faqen 359-360, se libri i ka 771 faqe, flitet për metodën e konvertimit leksinor find and replace, e cila mundëson zëvendësimin e fjalëve me fjalë të tjera. Pra, ideja është si në Word, kur e hapni një faqe të Wordit edhe dëshironi të zëvendsoni disa fjalë me fjalë të tjera. Kjo metodë përshkruhet si e mirëpritur posaçërisht për studiuesit e shkencave humane. Për shembull, në libër thuhet se fjala heroi i popullit me një prekje sahaç mund të shndrohet me armik i popullit. Se kundër revolucionar me termin revolucionar, apo dhe asiltas. Dhe gjitha kjo me një teknik thjesht kompjuterike. Doza e ironisë që e keni përdorur në këtë zë, për mua ishte një shkallë që më përmbush intelektualisht dhe më ofroi me çmtimin e mëtejmë të librit. Është përshtypja e parë që doja ta bëja. Tjetra, në faqen 174-175, ju konstatoni se ishullorët nuk mund të jetojnë vetëm me emrin e lindjes. Do e mos ju dash për zgjedhjen e fundit do të flasim, faqet 663-664, zëri somnambul, personazhi Rez Kaloshi, që jetoi 40 vjet në komunizëm edhe 20 tjera në demokraci, u përkoq gjithë jetën të ishte i drejtë, human dhe besimtar në barazinë e njerëzve. Gjithashtu, ai donte t'i korrigjonte gabimet e të dy sistemeve.
Në sistemin e parë, pra në komunizëm, kaloshi u burgos. Në të dytin, u stigmatizua, mbeti i vetmuar. U tërhoq në guaskën e vetë, asgjë më nuk ndjen, dhe vetëm sy mbyllazi arrin ta gjejë drejt peshimin, si somnambul. Mbase kjo është mënyra e vetme për të jetuar në ishullin, i cili siç duket është sinonim për habitatin tonë. Po? Ndere sundrit ditar, edhe zëri parë, edhe kërqetja, është ka shumë e kanë një tentim, konvertime. Dhe na shqiptarët kemë problem me konvertime. Edhe balkanasët. Për shembull, sa për informacion grek, në shekullin 19 në Evropë, janë shkrume, është shkruar si populli më i padel. Me pa ç'është ndish, përshkruajnë grek. Përshkrues të huj, studius të huj me të lanë. Do të thotë, balkanastë kanë problem me konvertimin, por na shqiptarët ma shumë. Dikon me arsye, dikon pa arsye. Dhe zëri parë që përmende, let për konvertimin komunizëm demokraci. Edhe zëri fundit ka të bëjë për komunizëm demokraci. Unë do të di konkret s'po përmend me emra, unë di që tema e magjistraturës, një studiuesi ka qenë veprimtaria e bandave armiqësore në anën e Anamarovës në vitet 4-2045 dhe zotnia e ka shkruar temën e magjistraturës me të pyetën ka orientuar për organizatat balliste. Në karon komunizmi, tash ai ka mirë të mbrojë temë. E ka propozuar ndryshimin dhe e ka bërë. Veprimtaria e qetave patriotike në Anamorov në 41-45. Edhe para gabim, edhe dyta gabim është. Dhe unë e kam përdor këtë teknologjinë copy-paste. Fajn, gjeje, ku është për shembull armik, lypim tekst. Kompjutere për në doreve që lypa i ti qetë ku është armik, thu bëje patriot, dhe aty shëndrohet në patriot. Po. Ndërsa kjo e dyta përsi është me këtë konvertimi. Pjesa e njerëzve të ndershëm nuk ka mujtë me usu, as në komunizmin, as në demokraci. Njeri ndershëm, kjo është domethënia e kësaj, njeri ndershëm nuk i nënshtrohet ideologjisë. Është konformist. E shtin burg. Edhe në komunizëm është më i egër, e kanë shtin burg. Në demokraci nuk e kanë shtin burg, por e kanë stigmatizuar është masi se burg. Do thotë kjo është që shqiptari i ndershëm e ka pas shtirë në shekullin 20. Shqiptari i ndershëm ka qenë keq atëherë, keq tash. Profesor, pyetja e fundit për këtë bilet. Shkurtimisht, nëse e krahasojmë këtë libër me veprat tuaja të mëhershme, si e shihni personalisht transformimin ose evolucionin vetrar dhe artistik tek vetja juaj? Tash mund ta vlerësoj vetëm ashtu, por unë tregova pak më herët një kritik i mirë i librit. I famshëm, tha, mos shkruaj tha. Thash, pse do të fuks të? Pa çka do të shkruaj mund të arrish më pra. Por unë kam shumë projekte që do të shkruaj dhe kam planante me shkruaj. Po nuk mund ta vlerësoj, po unë e vlerësoj që është një libër me të drejtën. Dhe kisha pas që ka këtë lexues, ai që ka pak ma mirë, sepse për krijuesin nuk është e parancishme lexuesi. Për krijuesin lexuesi është shumë i rëndësishëm. Pa lexuesin, krijuesi krijon, por është si i verbri. I verbri e rrugës por me probleme serioze. Krijuesi pa lexuesin krijon, por me probleme serioze. Që është për të tregoj një histori e shkurtër. Më ka rënë në burg në Beograd, një 6 vjet pas në shqiptarë se kanë pas në kontakt. Krejt me sëmë dhe ata i dënuar për krime. Unë isha dënuar politikisht, në shkruajsha poezi, kur isha me shokë të mi, lexoisha poezi, po tash një 6 vjet në burg, pas një shqiptar, ku ne mja lexu poezi. Dhe
e kisha ishte një farë karanfili, kishte emrin Fuko, i qurin një farë banditi, armik i Jugosllavisë i Beogradit, po i armik nga pozitat e banditit, pa i urrente komunizmin, i urrente qeveri, dhe ai kishte simpati më dhe për mua që isha unë armik i Jugosllavisë. Dhe një muj, të t'i fusë dhe roba, thash Fuko, thash, e dënë ti poezirë? A i më shukoj një, tha po, tha qëshjo. Tha shëve se ta lezoj një poezi, tha po, ta lezoj, unë Shqip t'ja lezoj poezi. E mundoha mja për këtyr sërbisht, e tjera. Kjo është nevoja për lezuesit. Ta shti, ai që më ka bo me ulimi është disa prej kritikëve që kanë emër të mirë, kanë rësullimin shumë lartë, shumë mirë dhe shumë i knaqur. Mirë, ata profesor, do të flasim pak edhe për librin tjetër tuaj, i cili quhet Revolucioni 1981. Ju keni qenë protagonist në ngjarjeve të vitit 81. Keni shkruar këtë libër. Kur një dëshmitar i kohës shkruan për diçka në të cilën ka marrë pjesë vetë, të tjerët mund të krijohen dy përshtypje. Pritmëria për të kuptuar vërtetësinë e rrethanave, pasi autori ka qenë aktivisht pjesë e saj dhe informatat vinë nga dora e parë, ose përshtypja tjetër që ndodhi të rrethehen me doza të theksuara të subjektivizmit. Pra këto dy mund të zgjojnë përshtypjen e një lexuesi. Lexuesi kësaj vepre sa dhe si do ta gjejë Bajram Kosunin brenda faqeve të librit. Kjo është tjetër libër. Kjo është libër pak historik, pak politik, pak sociologjik, edhe kulturor. Janë disa pjesë shumë të mira, sidomos pjesë që flasin për klasën e studentëve të të për organizatat e fshehta patriotike, për klasën politike të Kosovës, për inteligjencën e Kosovës, për politikën e Serbisë, dhe të Jugosllavisë, e të tjerë. Janë pjesë të mirë. Por kjo është libër e një natyre tjetër, por dhe audienca më e gjerë ka interes për këtë libër më shumë ta zëmë se për enciklopedinë imagjinare. Enciklopedinë imagjinare lexon një numër më i kufizuar njërë. Ta zëmë ky libër është shqip me njëherë, libri është i shqip. Kjo tregon që është tema interesant dhe lexuesi e ka mirë prit shumë. Nga aspekti i objektivitetit. Kam kapitullin më të gjatë, kapitulli që ka rreth 100 faqe, ku unë tregoj çka kam bërë dhe çka kam bërë shumë e mirë. Por është një kapitull. Në këtë kapitull tregoj çka kemi bërë dhe çu kanë shkuar gjallë. Pjesa tjetër, kapitulli tjetër janë analizë, besoj maksimalisht objektive për krejt procesin dhe sidomos për rëndësinë e demonstratave të vetëdijshme, për efektin e tyre në politikën e Kosovës, në politikën shqiptare, në politikën jugoslave dhe në politikën ndërkombëtare për rënimin e komunizmit rus, tipin sovjetik. Ky libër është cilësuar me terma të ndryshëm nga kritika letrare. Sa unë kam përzgjedhur disa, quhet dëshmi, analizë, burim, referencë, përmendore, monument, dhurat e tjerë, madje edhe profesori Kadri ka shkruar një vlerësim në ngjashëm. Ju e keni patur udhës ta emërtoni revolucion. Fjala revolucion është një ndër termat që ka pësuar evolucion negativ në perceptimin social. Kështu mendoj unë. Pra, me revolucionin borgjez francez e deri në luftën e dytë botërore ka pas një simpati për këtë term. Megjithatë, shndrimi në diktatura i regjimeve komuniste apo socialiste e ka stërkequr emërtimin revolucion për ngjarjet që kanë transformuar vendet politike dhe juridike. Ju keni treguar guximin ta emërtoni librin Revolucioni 1981. Çfarë ju shpyri juve për një cilësim të tillë të ngjarjeve të
gjatë asaj kohë për ta përzgjedhur këtë perspektivë. Shparitën, a I ka qenë revolucion, dhe pastaj të mundohen të argumentoj pse kanë përdorur këtë, sepse fjala revolucion tregon kur ka një synim për ndryshim rrënjësor, helpsor, të komplet sistemit. Shteti, gjithçka që derivon prej shtetit. Dhe kërkesa në të ish ka qenë Kosova me u bë me u shpallë republikë, me kriju shtet. Kosova ka pas një status të krahimës autonome, ani pse shumë është shpërdoruar kjo. Ai ka qenë element konstitutiv federatës, por kjo është e rëndësishme, është shumë e rëndësishme. E rëndësishme është njëri 300.000 kushtetues të Zavis Kutar. Kosova është territor I Republikës të Serbisë. Territor në Republikën e Serbisë. Por këtë definimi fare në të drejtën shtetërore nuk ka mbi kuptim. Një territor ose I takon një shteti ose nuk I takon shteti. Kosova I ka takuar Republikës së Serbisë. Dhe kjo është problemi themelor. Kjo pse Komisioni I Bank Internit nuk ja dha të drejtën Kosovës sipas Komunisë Francisë, sepse ka qenë territori I Kosovës. Ky ka qenë sipas shtatë e ka. Por sa të kemi pjesë. Po, tash në definition është kërkuar që kjo 17 kur është përdorur për herë të parë fjala revolucion ka pas kuptim negativ. Sikur se fjala banditizëm ka qenë banditizëm, kështu ka pas kuptimin, por John Locke e ka stabilizuar për kufizimin për termin revolucion dhe ai e ka dhënë këtë shpjegimin që është kur një proces synon me ndryshuar me themel rendin shoqëror dhe krejt sistemin komplet, ky është revolucion. Për shembull, mjafton vetëm synimi profesora, do të ketë edhe rezultat që ai të cilësohet si tillë apo jo? Po, revolucionet nuk janë ka disa lloje sipas ekspertëve të revolucionit. Ka revolucione që ndodhin për një javë, po ka revolucione që zgjaten 14 vjet. Do të thotë revolucionet nuk nisin dhe mund zgjasin në dekada deri te fitoria. E jona ka zgjat shumë, sepse jem popull I vogël. Nuk kem pas forcë me e përfunduar vullnetin tonë më herët dhe ka zgjat deri në 99 ose më mirë deri në 2008. Ashtu sa ka zgjat. Është sepse ti s'ke pas forcë me e bërë më herët. Por te shoqni ose më të mëdha të popullit më të mëdha, revolucionet kanë mund me zgjat edhe më shpejt. Ju keni qenë në fillim të 20-tave, kur u bët pjesë e demonstratave për ta detyruar. Si e vlerësoni pjekurinë individuale të njeriut? A lidhet ekskluzivisht me moshën, apo thënë shkurt, cilët janë faktorët që ndikojnë në formimin e një brezi për bërë kthesa serioze shoqërore? Tash është një fjalë e urtë shqipe që më pëlqen, gjysmë përgjigje. Kur thuhet për fëmijën kujti për ngjall, urohet me për ngjall kokës. Çka do të thonë? Do të thotë nuk ka një start në biologjinë e njeriu kur mund të thosh kjo është viti më I mirë ose jo. Varet çu krijuat një brez. Unë tash po them për brezin e 81-shit. Para të të ishit 7, 6, 8, 80 e tij. Rinia asaj kohe ka lexuar shumë. Autor më të famshëm evropian prej humanizmit e ne kanë qenë më të dashur për ne. Ne I kemi njoftë jo tërësisht, pjesërisht I kemi njoftë, se s'kanë qenë të përkthyer në shqip gjithë librat e tyre që ne I lexojmë. Por ne jemi ndikuar prej tyre. Për shembull, Erasmo Rotterdami ka qenë një shumë I dashur. Giordano Bruno ka qenë shumë I dashur, edhe I lexuar. Da Vinci ka qenë një allë shumë për një. Do të thotë, ai brez është edukuar, është ndikuar prej humanizmit më të mëdhenj evropian. Unë
Voltairin, keqëm, dhe me thonë e kam lezu si fëmi, Kandidin, dhe kush s'kam kuptumte. Shakespeare me kam lezu si fëmi, dhe kush s'kam kuptumte. Por ama janë lezu. Ky është brezi që kur i ka bën 20 vjet, e ka pas njohur letërsinë shqipe, historinë shqipe shumë mirë. Dhe një pjesë të madhe të kulturës evropiane e ka njohur. Brezi, po flas për Talltënishën, është brezi që kur ka qenë vit 2 studimeve, ke mujt me pyet për shumicën dërmuese autorëve të botës dhe ka ditë me fol diçka për të. Dhe mendoj se kjo të i ka bërë ma të tjepër, ma të përgatitur për veprimet që i ka ndarë. Unë kam edhe pyetje tjera, po ne kemi edhe një program, edhe një takim letrar pas jush me zotrin Muharrem Kurtin, të cilin do ta moderoj Baca Osman Goranci. Profesor, ju falenderoj sinqerisht që pranuat ftesën, erdhët dhe i bët kureshtar edhe auditorin për veprimtarinë juaj. Tash mbetet që të tjerët interesohen për veprat e juaja, t'i marrin, t'i lexojnë. Nëse ka nevojë edhe një diskutim për veprat e juaja, organizojnë prapë në Prizren, mjafton të bëjmë fjalën që vini kur i flasim. Faleminderit shumë ditar, faleminderit shumë herë të gjithë juve që jeni këtu. Shkurt ishte, po për mua ishte knasi. Faleminderit shumë. Faleminderit.